Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Nën kontraktorët e angazhuar nga Mapco Construction në projektin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës janë drejtuar me një peticion zyrtar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucioneve mbikëqyrëse, organeve ligjzbatuese dhe mediave kombëtare. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente institucionale ndaj asaj që e cilësojnë si një bllokim të palishëm të punimeve. Nën kontraktorët e angazhuar nga kompania Mapco Construction në projektin e aeroportit të ndërkombëtar të Vlorës janë drejtuar me një peticion zyrtar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucioneve mbikëqyrëse, organeve ligjzbatuese dhe mediave kombëtare. Në peticion ata kërkojnë ndërhyrjen urgjente institucionale ndaj asaj që e cilësojnë si bllokim të palishëm të punimeve dhe cënim të drejtave të punëtorëve dhe nën kontraktorëve të përfshirë në këtë projekt. Sipas dokumentit, situata e krijuar ka sjellë ndërprerjen e punimeve, bllokim fizik të hyrjes së punëtorëve në kantier, shkeljen e kontratave në fuqi, cënimin e të drejtave të mbi 200 punëtorëve, si dhe dëmtimin e interesit publik dhe të një projekti strategjik kombëtar. Nën kontraktorët pretendojnë se pas një vendimi gjyqësor të marrë në mënyrë të njëanshme, kompetencat e administrimit të shoqërisë koncesionare via SHPK janë transferuar subjektit minoritar 2A Group, duke kufizuar sipas tyre të drejtat e aksionarit të shumicë Mapco Construction. Në vijim të këtij vendimi, sipas peticionit, 2A Group ka emëruar administratorin Vegim Hoxha, i cili akuzohet nga nën kontraktorët se e ka ndërmarrë veprime që kanë bllokuar hyrjen në vend punishte të punëtorëve të Mapco dhe të nën kontraktorëve të angazhuar në projekt. Nën kontraktorët kërkojnë që institucionet shtetërore të ndërhyjnë menjëherë për të garantuar vijimin normal të punimeve, respektimin e kontratave, si dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve të përfshirë në ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Zhvillohen të shtunën zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku në garë është vetëm një emër, Sali Berisha. Qytetarë të Vlorës, të cilët e ndjekin këtë zhvillim, thotë se kjo nuk është një garë, por një uzurpim që i bëhet Partisë Demokratike. Sipas tyre, një politike cila mendon për qytetarët, fillon nga zgjedhjet e lira brenda partisë. Këtë të shumë në vend do të mbahen zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku në garë është vetëm një emër, ai Sali Berishës. Qytetarët të Vlorës, të cilët e ndjekin këtë zhvillim, thonë se kjo nuk është një garë, por një uzurpim që i bëhet Partisë Demokratike. Sipas qytetarëve, në asnjë parti politike në vend nuk ka zgjedhje, nuk ka garë kur bëhet fjalë për kryetarin, pasi secili mbron karrigen e vet. Qytetarët mendojnë po ashtu se një politike e cila mendon për qytetarët fillon nga zgjedhjet e lira brenda partisë. E në Partinë Demokratike duhet të kishte garë, të jepej mundësia gjithsecilit të përfaqësohej, por edhe të rinjve të promovoheshin. Qytetarët mendojnë se emri Sali Berishës me më tepër se 20 vite në krye të Partisë Demokratike është i konsumuar e nuk ka sjellë asgjë të re për vetë partinë. Për mendimin tim nuk është mirë të kandidojë një. Normalisht duhet të jenë 2 ose 3, duhet të ketë alternativa të tjera. Se njëshi gjithmonë s'ka alternative. Këtë rikandidimin e Berishës në vite si e shikonin, duhet kishte një... Po patjetër duhet kishte. Dërsa ka kaq vite që Partia Demokratike është në hije, në opozit, në hije, jo në opozit, po në hije, kjo tregon që s'është punuar mirë. Atëherë duhet një alternativë tjetër. Po nëse do të ishin 2 apo më 3 apo më shumë kandidatë, mendon se do të kishte vërtet garë? Jo, nuk mendoj. Është uzurpuar, shiko, si në Partinë Socialiste, si në Partinë Demokratike janë uzurpuar liderët e partive, kupton? Dhe prandaj neve jemi në këtë gjendje sot. Do të vazhdojmë të kemi gjatë të klasë politike të njëjtë. Po, dërsa rinia është jashtë shtetit, normale. Nëse pritet nga mosha ime 72 vjeç, gjithmonë rinia është ajo që e kalon përpara shoqërisë. Fitore e sigurt. Çfarë gare ka, çfarë gare. Saliu tallet me ata. Po ka sa duash, pse vetëm Saliu është intelektual në PD. Sa intelektual ka... Po të kishte më shumë se një kandidat, do fiton dhe Berisha, do kishte garë. Saliu fiton, vetëm aty. Vetëm Saliu i fiton zgjedhjet. Sistemi keq. Sa të jenë ata 2, të vështirë kemi. Dakord jam. Që kandidon për Partinë Demokratike. Shqiptarët s'parajnë bles kollaj. Ti bësh
kokë më kokë. Dijatë proverbis tonë, topin e ka mund të gjuj unë. E gjuj veta, edhe Saliu, ta që ka ma vete, s'lem një tjetrej, sa tjetë gjallë dhëtaj të mbaj unë dhëtaj. Kjo ndë këtu se ashtu shka në isë Partia Demokratike tash. Ndaj, i vend gjithë në basë, servilizm, gjitha. Që të bëjnë ata që kanë dhe neve s'kemi gjithë ndodhë. Me drejt do t'ishte sa më shumë, do ishte më mirë akoma që ditët. E dira ma të do më që tjetë Saliu edhe e kanë dy ata bashkë. Të dy. Dhe 2030 i thot a i ke mua në kraj, thot Edi, edhe a i thot ke mua dhe kështu do ve kjo punë. Shqiptarët më numëroj janë. Ne s'kemi as i të ardhë. Me shpirte me zëmër, po me këta dy që janë në kryet të partive nuk janë as një për të qenë. Për poplin një nuk janë. Për arsye se këta janë të gjithë hajduta. Popli i është vën një qizme në qafë, po shtypet që në atë kohë edhe sot e kësaj dite. Që të kërkosh një të drejtë, apo të ashtu nuk të njët. Tu fiton i korruptori se sa i ndershmi. Berisha nuk ka për të fituar, sepse nuk ka mbështetje. është i vetëm nuk ka për të fituar. Këta dy persona, këta dy kryetarë të hiqen, të hapin krahun të një të riu. Urdhë? Ta kemi dhe shumë gjatë të klasë politikë. Këtë, Saliu, apo të gjithë? Të gjithë. Këta valla qoj një e i tjetër, këta nuk kam për të ikur, kur në kurës. Si në çdo rreth tjetër në vend, edhe në qarkun e Vlorës, ditën e shtunë do të votohet. Procesi i votimit do të nisë nga ora 8, duke përfunduar në orën 18 zyrtarisht. Zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare do të zhvillohen në selin qendrore të kësaj partie, me parimin një antar një vot. Bllokimi i kolektorëve të ujrave të bardha dhe të zeza, veçanërisht pas përmbytjeve nga lumi Vjos, ka bërë që rreth 300 familje në Feras, njësia administrative Levan, të bashkëtojnë me ujrat e zeza, duke u kthyer në një shqetësim për zonën. Sipas banorëve, pavarësisht ankesave, problemi ende nuk ka marrë një zgjidhje. Bllokimi i kolektorëve të ujrave të bardha dhe të zeza veçanërisht pas përmbytjeve nga dalja e shtratit të lumit Vjos ka bërë që rreth 300 familje në Feras të njësisë administrative Levan në bashkinë e Fierit të bashkëtojnë me ujrat e zeza duke u kthyer në shqetësim madhor për zonën. Sipas tyre, problematika ka nisur pas ndërtimit të linjës së re nga një firmë private. Rreth 15 vite më parë, pasi firma në fjalë nuk është angazhuar asnjëherë në pastrimin e mirëmbajtjen e saj, teksa theksojnë se situata është rënduar edhe më tepër, veçanërisht 4 vite të fundit. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme të banorëve, problemi ende nuk ka marrë asnjë zgjidhje. Ti ka që kohë, aty në vend. Gjithë kohën që kemi votën me këtë kolektor. Sa vite ka ky kolektor? Ka 10-15 vjet që s'bën ai. Nuk është bën rregull. Edhe këtu po aty nuk shohin ato plastikët, aty lanë me ato keramikët e liberozhës. Dhe çfarë shkakton gjithë problematikën sipas jush? Kolektori. Nga lumi? Eri lumi si vjet u bllokua dhe jemi deri këtu. Nuk funksionon më. Nga do futemi. Kur nuk e mbanin, pëse në i bën kolektori. Na ikë të ujtë para. Nuk them se e shu se ikë të shkon të kanal. Na që kjo kur u bë kolektori, e shngritu rruga, ngellë në borët grop. Ujtë edhe të shiut që bje këte, kthehet vjen atje, më vjen të shkallë. Më vjen ato po të qitë e pranjeve. Më vjen. Tu tash një sëmundje fillon në midra drejtje të tërat aty, edhe nga më thonë, do një zgjidhje. Ai, për shembull, për plakut, s'ka aq mundësi ka. Më thonë, edhe që ne po vuajmë kështu. E mos kemi të po të gjitha asë çdo gjë aty, me plera me të gjitha, nuk kemi nga këto. Me taksat e të gjitha. Ja, bahare të gjitha, shumë, më thonë, jemi të rregull. Po të paktën, mos kemi edhe, më thonë, të bllokohet kolektori është, më thonë. S'ka ardhur asnjë për të zblokuar këto gjërat. Jemi kështu me duar, ne me pensionistë jemi 150. Çfarë do bëjmë ne më përpara tash, do rregullojmë të ilaçet ja po më ndridhe trupi më që po flas. Prandaj shikoni ju, bëni për popullin e shkret, edhe ju të hani, po edhe populli të jetë e kënaqur. Jeni ankuar ju për këtë situatë?
Pa kush po na fletë më, kush po na dëgjon neve? Kush po na dëgjon? Të gjithë duan të hanë. Përmbytja është bërë që u përmbyt në lumi, par djera 20 minuta shi, 20 minutë dole në borë, malë që sufut për në banjët në për shpi. S'kemi që bëjmë, shteti të marri të hapi të bëj, shteti nuk ka vendor fare. Kemi jonë është mbytja e kusetave. Po vemi goxha 4 vjetë që s'po ikën në ujtë fare. Ujtë kthehet mbrapsh, edhe ujrat e zeza kthehen mbrapsh prap. Nuk ka tërheqje sepse duhet bën kullimet poshtë. Situata paraqitet veçanërisht problematike tek pallatet e zonës ku ujrat e zeza dalin në sipërfaqe duke u kthyer në burim infeksionesh, por edhe konfliktesh të vazhdueshme mes fqinjve. Që ka ardhur ka shpërthyer ato kolektorët. Të gjitha. Gjithë problemin e ka ky zotnia në katë parë, ne jemi në katë dytë. Tani mua do mi vëri një tapaj poshtë edhe të notoj dhe unë lartë. Se kështu të vej kjo punë. Ja, ka që duam zgjidhje. Duam zgjidhje nga komuna. Ata përrim flën gjumë. Po ne që i paguajmë të tëra detyrimet me një pension 200.000 lekë? Ne ku do vemi, se bëjmë do të ne. Kolektorin dhe gropat, nuk i bëjmë do të do 2 milion lekë. Ku si gjejmë neve? Prandaj shteti të vëri dorë. Problemi jonë është se nuk funksionon kolektori fare, u mbytëm, na vim brenda, na eri poshtë krevatit. Delen dhe ma thanë, zie me njerëzit, nga do vete, dhe do hap kapakun, të dali se nuk mundet të rrim brenda. Është kati parë, unë jam kati dytë, po përsëri theti më jemi shumë të ashosqësor me këtë lloj të kolektorësh. Pastaj nuk ka dhe bote për të tërhequr. Urin se tri ka bote, bote e tërheqja nga mund të shoh, po jo fare. Ja kështu kemi vojtur tërkon theti. E kam ngritur shpeshherë zërin për këtë problematik, thot kryeplaku i Ferasit, Zani Hyka, por deri më sot nuk është marrë asnjë masë konkrete. Unë jam Zani Hyka, kryeplaku i fshatit Feras. Dhe mora një lajm tani për momentin që kanë ardhur dhe gazetarët në sajt telefonatave që janë bërë nga vetë fshatarët për problemin e kolektorit, të ujrave të zeza dhe të bardha. Ky shqetësim është për fshatin për rreth 300 familje, afërsisht, jo të gjithë mund ta kenë atë problemin e daljes të ujrave të zeza në pjesën e shtëpisë në obor, por problemi është për të gjithë. Dhe ai pak ujë që kalon, domethënë që bëhet pak firo nga kjo, janë në 2 vende që ikën pak ujë. Unë zërin tim e kam ngritur, zërin e qytetarëve e kam ngritur, unë si njeri kaq mundësi kam për të bërë. Dhe inshallah dhe zëri im dëgjohet dhe zëri qytetarëve dëgjohet. Unë edhe kam ngritur dhe pardje. Ferrasi duhet të ketë një kundravalv për punën e përmbytjes. Dhe duhet të dali, duhet të iki nga pjesa e lumit, ku është sot aktualisht. Duhet të dali te kolektori i vjetër ku ka qenë. Për arsye sepse atje ka më pak probleme në kohën e përmbytjes. Ndërkohë si pas informacionit të marrë pranë shoqërisë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve, investimi i kryer në këtë zonë nga Bashkia e Fierit nuk ka qenë asnjëherë në varësi apo menaxhim të këtij institucioni. E pavarësisht kësaj, ujësjelljes kanalizime thotë se do të ndërhyjë brenda 2 ditëve për pastrimin e kolektorëve të bllokuar. Por Ferrasi kërkon një zgjidhje përfundimtare të kësaj problematike dhe jo provizore, çka kërkon angazhimin e të gjitha institucioneve përgjegjëse. Reagon Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme për aktivistin shqiptar Baki Goxhaj i ndalur në flotiljen Sumut që po dërgonte ndihma në Gaza. Sipas ministrisë, përfaqësues të ambasadës shqiptare në Tel Aviv do të mundsojë një takim me Goxhajn dhe kthimin e tij sa më të shpejt në Shqipëri. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka njoftuar se Baki Goxhaj, aktivisti shqiptar i ndaluar në flotiljen Sumud, ndodhet në shtetin izraelit. Në një reagim, Ministria e Jashtme njofton se së shpejti përfaqësues të ambasadës shqiptare në Tel Aviv do të mundsojnë një takim me Goxhajn për të mundësuar kthimin sa më shpejt të tij në Shqipëri. Ky është reagimi i parë nga autoritetet shqiptare për fatin e Goxhajt, pasi anija me cilën ai po udhtonte drejt Gazës raportohet se ishte qelluar me plumba gome.
Më herët ditën e sotme disa pamje të rënda qarkulluan në rrjetet sociale ku aktivistët e Global Sumud Flotilja shfaqeshin me pranga në duar dhe kokat poshtë pasi u ndaluan nga forcat izraelite. Ndërkohë Ministria e Jashtme shqiptare ka sqaruar që shqiptari Baki Goxhaj ndodhet në një qendër ndalimi, por nuk ka saktësuar nëse ai ndodhej në qendrën në portin e Ashdodit, ku aktivistët e tjerë po mbaheshin në gjendje skandaloze. Ndërkohë më herët bashkëshortja e Goxhaj, Eliselda Balliu, shqetësimin e saj për bashkëshortin e ka përcjell nëpërmjet Blu Televizion. Është qelur në sallën e Galerisë së Arteve në Vlorë ekspozita e pranverës, një aktivitet artistik që sjell së bashku emrat më të njohur të pikturës vlonjate. Në një atmosferë plot ngjyra, ndjesi dhe interpretime artistike, ekspozita ka tërhequr vëmendjen e dhjetra ardashësve, artistëve dhe vizitorë të qytetit bregdetar. Është qelur në sallën e Galerisë së Arteve Figurative në Vlorë për publikun vlonjat ekspozita e pranverës, ekspozitë e cila shpalos punimet më të mira të piktorëve më të mëdhenj të qytetit të Vlorës, e cila ndërkohë ka tërhequr vëmendjen e dhjetra artistëve vlonjat dhe jo vetëm. Angela Kaplani, drejtore e Qendrës së Kulturës në Vlorë, në fjalën e saj ka falenderuar piktorët e qytetit për pjesëmarrjen e tyre në këtë ekspozitë. Sot jam shumë e lumtur që pra nesh kemi jo vetëm piktorët profesionistë, po dhe piktorët amatorë të qytetit të Vlorës. Faleminderit që u përgjigjet thirrjes tonë. Faleminderit që jeni këtu së bashku për ta bërë të galeri kaq të bukur. Për Blu Televizion kanë folur dhe disa prej piktorëve të qytetit, Arben Meksi, Piro Stefa dhe Brunilda Aliaj, të cilët janë shprehur të kënaqur për pjesëmarrjen e publikut në çeljen e kësaj ekspozite. Piktorët prezantojnë punimet e tyre teksa tregojnë edhe mesazhet që kërkojnë të transmetojnë tek publiku. Njerëzit e duan të bukur, e duan ngjyrën, e duan jetën ta shikojnë ndryshe, përmes artit të gjithë secilit. Dhe pjesëmarrja tregon të gjë. Dhe ajo që është më e bukur, jemi një përzierje brezash. Këtu shikon të 3 brezat dhe të vinë mirë që ka të rinj, sepse duke shfaqur punët, kjo i nxit dhe për më tej. Galeria është mirë, natyrisht duam një galeri më të madhe se ky qytet e meriton, edhe të jetë e përhershme këtu. Disa vepra mund të përqendrohen dhe të shfaqen vazhdimisht. Po kështu të ketë edhe një katalog, të botohet diçka dhe të ketë edhe një stimul për të rinj, mendoj. Unë kam paraqitur këto 3 karikaturat e mia, kuptohet, këto janë problemet të shoqërisë tonë, aty është hija që se lë, se të gjithë kemi ato probleme dhe kusuret, aty është mosminjosi, e rriti e nxori në jetë, pastaj e vrau me shigjet. Domethënë këtu është një përzierje artesh, vetëm më vjen keq që mungon skulptura. Një qytet me diell si joni, i bukur, me dritë, duhet kish skulptura. Me sa duket është një profesion, një art i vështirë edhe kërkon nuk ka treg për të shitur. Ekspozita e pranverës është një risi. Risia më e madhe, që do thosha unë që është një reminiscencë për shkollën vlonjate të pikturës, është prezenca e publikut vlonjat. Publiku vlonjat e ka dashuruar artin vizual, pikturën, sepse piktura vlonjate ka sjell kolos të mëdhenj, siç janë tashmë të ditur Kamberi, Nestor Jonuzi, Ilmi Bani, dhe disa vjetra mjeshtra të tjerë që kanë krijuar një bazament jashtëzakonshëm për këtë qytet në pikpamje e mesazhit që ne duhet të jetojmë me diellin, me kulinarin, me dritën, me detin, me turizmin, por ne kemi për t'i dhënë Vlorës me radhë parë dhe Shqipërisë vlerat e artit me të cilat njeriu e pasuron jetën dhe jeton më bukur. Kjo mund të jetë një destinacion edhe për turistët e huaj, sepse s'ka ideologji, s'ka patriotizëm, në kuptimin s'ka patriotizëm, nuk është thjesht shqiptare, por është një mesazh pastaj që në veprave të artit jepet një mesazh ndërkombëtar. Prezenca e artistëve që është një numër i madh, si asnjëherë këtë radhë, dhe prezenca e njerëzve që duhet ta konsumojnë këtë art, për mua është një nga surprizat më të bukura të këtij eventi. Është një ekspozita, apo do të them më e bukura që kam parë në këtë galeri, dhe shumë e rëndësishme që janë pothuaj të gjithë piktorë vlonjat dhe ka një ndërthurje të piktorëve me eksperiencë bashkë me piktorë të rinj. Është ajo që unë kam konstatuar në qytetin tonë që nuk i mungojnë asnjëherë artistët. Dhe e bukura e kësaj pikture është se janë stilet e të gjithë piktorëve, është larmi ngjyrash edhe stilesh, shumë të rejse. Për një qytetar që vjen e shikon
është një moment që ndihet mirë dhe moment argëtimi, por unë nga ana tjetër dua ta vlerësoj jashtëmase iniciativën që janë bërë të gjithë piktorët Vlonjat bashkë, duke bashkuar artin Vlonjat, si them qyteti ynë ka artistë më shumë se çdo qytet tjetër, jo vetëm në art, në të gjitha fushat, dhe është e domosdoshme që të gjithë të japim një kontribut për këta piktor, pasi arti, të themi të vërtetën, nuk është aq shumë i vlerësuar dhe t'u jepet mundësia dhe piktorëve për të ecur akoma përpara, për të investuar në artin e tyre. Kërkojnë çik dhe mbështetje nga të gjithë, nga biznesi, nga të gjithë qytetarët. Piktorët janë shumë bukura, ka raporte dhe atë harmoninë midis tyre, më pëlqejnë shumë, domethënë ato të Arbel Meksit, japin një mesazh shumë të bukur për mbi jetën, edhe krijojnë një dialog midis piktorëve të qytetit. Edhe kjo është dialogu midis tyre, përcjellin shumë mesazhe. Ke një të preferuar? Po, të Arbel Meksit më pëlqejnë shumë. Te karikaturat jo më temë. Po, se unë pikturoj, jam vetë shkrimtare, jam vetë piktore. Në këtë ekspozit, unë jam prezentuar me 2 piktura, të cilat përcjellin kujtesën kolektive. Pikturat që shikoni këtu, 4 vilajetet, janë, është qendra e Vlorës, e cila vjen e menduar si një qytet që qëndron pezu në një hapësirë qiellore metafizike, ku secili që mund ta shikoj mund të krijoj kujtimet e veta personale, çdo qytetar Vlonjat të krijoj kujtimet e veta. Tani po të vini re te piktura, atje nuk ka figura njerëzore. Kjo për ta bërë më personale qytetarin Vlonjat të lidhur me kujtesën e vetë të qytetit, sepse kjo është qendra, është si ai salloni i shtëpisë. Qyteti po ta mendojmë si një shtëpi, ka shumë dhoma, ka ambiente, por salloni është pjesa më e rëndësishme. Punët e realizuara me shumë ngjyra dhe teknika të ndryshme, duke filluar nga peizazhi deri tek abstrakte, kanë marrë vlerësime dhe nga publiku si dhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror të pranishëm në çeljen e ekspozitës. Ekspozita e pranverës ka bërë kështu bashkë piktorët profesionistë dhe amatorë të qytetit të Vlorës, të cilët me punimet e tyre kanë zbukuruar galerinë e arteve figurative. Oborët që flasin është projekti mbështetur nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Bashkia Imar, i cili synon të hap me respekt dhe kujdes oborët e 5 shtëpive tradicionale të gurta të bregut të Imarës. Jo thjesht si pjesë e trashëgimisë arkitekturore, por si hapësira të kujtesës për të jetuar. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, ka bërë të ditur se projekti oborët që flasin i mbështetur nga kjo ministri dhe Bashkia Imar synon të hapë oborët e 5 shtëpive tradicionale të gurta të qytetit bregdetar të Imarës, si hapësira të trashëgimisë kulturore dhe të kujtesës. Gonxha theksoi se projekti nuk fokusohet vetëm tek arkitektura tradicionale, por edhe tek ruajtja e historive dhe traditave familjare që janë përcjellë ndër breza. Sipas ministrit, në këto obore ruhen ende rrëfime familjare, tradita, këngë, pundore dhe mënyra jetese që kanë kaluar brez pas brezi, shpesh të mbajtura gjallë nga gratë e komunitetit. Ai veçoi gjithashtu shtëpinë e gurt në Kalan e Imarës të familjes Bollano, si një nga ndalesat më të veçanta të këtij itinerari kulturor. Ka filluar të ndërtohet në vitin 1944. Shtëpia që jetoj unë tani ka qenë e vjerit tim, ne kemi rikonstruktuar se ishte një dhomë dhe kemi sjellë në metrat që duam neve tani. Karakteristikat shtëpisë tonë janë me gur. Siç bëheshin, siç i shikoni, me mure të trasha, që mos të ftoma, me dritare të vogla, kjo ka qenë karakteristika e shtëpive. Tani vojnë edhe gjëra të tjera. Mblidheshin shoqet e vjerës time që ka qenë këtu, e bënin bashk, ngjyenin vezët, gëzonin se bënin fustane të reja, këto. Shtëpia e gurt në Kalan e Imarës e familjes Bollano është një banesë tradicionale prej gurje ndërtuar rreth vitit 1844 dhe e ruajtur përmes 4 brezave. Obori i vogël i mbushur me bimë aromatike si rozmarina dhe dafina krijon një atmosferë të qetë mikpritjeje familjare. Projekti synon që vizitorët të përjetojnë degustime të produkteve lokale, si bukfiku, gliko dhe çajmali të shoqëruara me histori nga jeta e përditshme e zonës, ndërsa cilësohet si një ndalesë rrallë për turizmin kulturor dhe historik në zemër të Imarës, si një destinacion
me një potencial për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në jug të vendit. Po zhvillohet prej 2 ditësh në gjirin e Vlorës stërvitja shumë ditore Redoni Blu 2026 me qëllim rritjen e gatishmërisë dhe koordinimin ndërinstitucional për përballimin e emergjencave civile në det, si dhe forcimin e kapaciteteve për parandalimin e veprimtarive të palishme në hapësirën detare. Rritja kapaciteteve të mjeteve lundruese në rast të ndotjeve në det, por edhe lufta ndaj veprimtarive të palishme ka sjellë për disa ditë me radhë në një stërvitje të përbashkët forcat detare luftarake të Shqipërisë në bashkëpunim me Guardia di Financën. Stërvitja është zhvilluar në një hapësirë detare duke nisur nga zona e plazhit të vjetër deri tek zona e Kalas dhe ka për qëllim edhe të bashkëveprojë pikërisht punën dhe veprimtarin midis anijeve luftarake detare shqiptare dhe Guardia di Financa, pikërisht për të parandaluar ngjarje të mundshme të cilat mund të ndodhin në det, duke reflektuar edhe në situata në rast të ndotjeve të mundshme. Stërvitja shumë ditore Redoni Blu 2026 me temë rritje e aftësive koordinuese dhe kompaktësimi veprimeve të efektivave të anijeve në rast të ndotjeve detare, në bashkëpunim me institucionet e tjera me interes në det, në përgjigje ndaj një emergjence civile të shkaktuar nga ndotja detare, po zhvillohet prej 2 ditësh në gjirin e Vlorës. Qëllimi kryesor i kësaj stërvitje është rritja e gatishmërisë dhe koordinimit ndërinstitucional për përballimin e emergjencave civile në det, si dhe forcimi i kapaciteteve për parandalimin e veprimtarive të palishme në hapësirën detare. Stërvitja po zhvillohet nga anijet e forcës luftarake detare në bashkëpunim me strukturat e Guardia di Financa, duke simuluar situatat të ndryshme emergjente që lidhen me ndotjen detare dhe sigurinë në det. Aktiviteti është përqendruar në një hapësirë detare që shtrihet nga zona e plazhit të vjetër deri në zonën e Kalas, ku forcat pjesëmarrëse po realizojnë manovra dhe operacione të koordinuara në funksion të reagimit të shpejtë dhe efikas ndaj çdo situate emergjente. Strukturat të krimit ekonomik kanë vënë në pranga kryeinspektorin e IMT-s në Imar, i cili akuzohet për veprën penale shpërdorim detyre. Siç mësohet, arrestimi është kryer pas hetimeve të zhvilluara nga organet ligjzbatuese, ndërsa dyshohet se zyrtari ka lejuar ose nuk ka parandaluar shkelje në kundërshtim me ligjin gjatë ushtrimit të detyrës. Brëmbjen e së mërkurës, policia e Vlorës ka vënë në pranga kryeinspektorin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Himarës. Aksioni i cili është zhvilluar në orët e para të mëngjesit në zonën e Palasës, ku dhe ai strehohej. Dorian Hoxha është vënë në pranga rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm. Fillimisht është shoqëruar në ambientin të Komisariatit të Himarës dhe më pas është sjellë në detyrim vendore të Policisë së Vlorës. Sipas burimeve nga Policia e Vlorës, bëhet me dije se arsyeja e ndalimit të tij është për shpërdorim detyre. Strukturat e krimit ekonomik kanë vënë në pranga kryeinspektorin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Himarës, i cili akuzohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Sipas informacioneve paraprake nga Policia e Vlorës, arrestimi është kryer pas hetimeve të zhvilluara nga organet ligjzbatuese, ndërsa dyshohet se kreu i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Himar ka lejuar ose nuk ka parandaluar shkelje në kundërshtim me ligjin gjatë ushtrimit të detyrës. Mësohet se arrestimi i kryeinspektorit Dorian Hoxha është kryer rreth orës 03 të kësaj të enjte në zonën e Palasës, ku ai edhe ndodhej në momentin e ndërhyrjes së policisë. Fillimisht kryeinspektori është shoqëruar në Komisariatin e Policisë së Himarës dhe më pas është transferuar në Drejtorinë Vendore të Policisë së Qarkut të Vlorës. Nga Policia e Vlorës bëhet me dije se hetimet ndaj kreut të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Himar vijojnë ende, ndërsa po verifikohet nëse janë lejuar apo nuk janë parandaluar shkelje në kundërshtim me ligjin në territorin e Bashkisë së Himarës. Sipas informacioneve nga Policia e Vlorës dhe hetimeve të kryera deri në këto momente, dyshohet për një ndërtim pa leje në zonën e Bregdetit, megjithatë hetimet janë duke vijuar.
Sektori i krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë Vlorë ka finalizuar një aksion gjatë të cilit janë ndalur 2 shtetas të dyshuar për pengmarrje. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në qytetin e Vlorës. Sipas informacioneve konfidenciale nga policia e Vlorës, 2 persona rreth moshës 30 vjeç kanë marrë peng një shtetas tjetër, ndaj të cilit dyshohet se kanë ushtruar edhe dhunë fizike. Hetimet vijojnë ndërsa personat e shoqëruar po merren në pyetje nga policia e Vlorës. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme na ndiqni në rrjetet tona sociale si dhe në faqen tonë zyrtare. Bashkë miru takofshim.